Unë mendoj që ekipi duhet vetë në shërbim të Ronaldos. Në rast se Bruno Fernandes apo tjerë mërziten me Cristiano Ronaldo, kjo është gabim mendoj unë, pasi Ronaldo është Ronaldo, përderisa ai vazhdon shënon gola, nuk e di sa gola ka bërë këtë vit, skuadra duhet të jetë në shërbim të atij dhe jo të kritikohet pse Ronaldo vjen tek mesfushorët ose pse Ronaldo shkon atje apo pra më duket pa kuptim kjo gjë, pasi ne sapo folëm për Mesin, pse nuk ndodh kjo me Mesin pastaj? Sepse edhe Messi janë njësoj, nuk kanë dallim, përveç pozicionit që janë aty. Po Argentina është los e gjitha për Mesin, por nuk thot njëri që për Mesin që pse Messi shkon tek pozicioni mesfushorit ose ke pozicioni Ama i Messi e nisi me sulmuesit. 3 gola. Dakord, pra këtë po them. Po ta shikojmë ndeshjen e Portugalisë, nuk e di sa topa mund të ketë prek Ronaldo.